Mirëserdhët në Newsroom, unë jam Erneda Shevroja dhe do t'jemi bashkë gjatë minutave në vim. Sonte do të flasim për summitin e diasporës, 3 ditët e tij, tashmë që emocionet kanë kaluar, i lihet vend bilanceve, çfarë morën shqiptarët të cilët erdhën, qëndruan 3 ditë në Tiranë, morën pjesë në panele, diskutuan dhe tashmë një pjesë e tyre janë larguar. Për këtë temë do të flasim me Besmir Rjollin, i cili është një shqiptar i cili jeton në Itali, ishte pjesë e summitit reditor në Shqipëri dhe do na tregoj më shumë mbi pritshmëritë e tij. Besmir, të përshëndes. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Ndërkohë që në vim do të kemi edhe Klarita Selmanin, e cila është kryetare e lidhjes së mësuesve shqiptar në Greqi. Do ta kemi gjatë minutave në vim, sapo ajo të bëhet gati. Megjithatë, Besmir, e nisim bashkë, si ishin 3 ditët që ju kaluat këtu në Tiranë, a u realizuan ato pritshmëri që ju kishit nga ky summit? Po, Samiti ishte në drejtimin e duhur, unë jam goxha i kënaqur për si vajti. Ishte një summit shumë i pasur, si nga panelet, ashtu dhe nga pjesëmarrja. Tani, qofse ne duam të gjejmë defekte tek summiti që sapo mbyllen, me siguri do gjejmë plot, absolutisht. Por, duhet pyesim veten edhe pikërisht cilat ishin pritshmëritë e çdo njërit, ose më mirë cilat ishin pritshmëritë e kritikëve, sepse unë mendoj që objektivet e një eventi të tillë nuk janë në mënyrë direkte objektive konkrete, sepse në summit ndahen mendime, ndahen kritika dhe rezultatet duhet të vinë mbrapa. Kjo është ajo që mendoj unë. Çfarë ishte ajo tema, ajo gjëja kryesore që u arrit dhe prej së cilës ju prisni më pas rezultate? Tani personalisht pres rezultate për sa i përket përmirësimit të mësimit të gjuhës shqipe në diasporë. Ju keni një qendër e cila është e fokusuar përveç gjërave të tjera të cilat kanë të bëjnë me identitetin, me kulturën shqiptare edhe me mësimdhënien, apo jo, që ta përmendim të gjithë? Patjetër, unë drejtoj Qendrën Kulturore Slomil në Milano, në qendrën e Milanos, dhe ndër të tjerat ne për çdo të shtunë bëjmë shkollën e gjuhës shqipe. Do të thotë kemi 2 kurse për fëmijët tanë, për fëmijët e bashkëpunëtorëve të mi, por jo vetëm, të cilët vinë për çdo javë dhe mësojnë gjuhën shqipe. Kujtoj që kjo shkollë, kjo qendër është e hapur komplet në mënyrë individuale, do të thënë, nuk ka lidhje me strukturat e shtetit, nuk ka lidhje me institucionet shqiptare. Ajo që ne mendojmë dhe këtu besoj që gjej dakord të gjithë personat që si unë janë aktiv me qendra kulturore ose me shkolla shqipe, që institucionet shqiptare mund të suportojnë këto iniciativa. Çfarë do të thotë? Me librat e gjuhës shqipe e bëjmë, ka vite që ne marrim librat e gjuhës shqipe nga qendra akutive për diasporën, me të cilin kemi bashkëpunime shumë të mira, por duhet që të strukturohemi më mirë. Mësuesit tanë, për shembull, janë vullnetare, nuk kanë një rrogë, nuk kanë një shpërblim. Sot besoj që është koha e duhur që institucionet shqiptare të fuqizojnë këto iniciativa, të fuqizojnë ato që janë, si ajo e jona, por dhe të hapin tjera, sepse ka nevojë. Pra ju prisni që nga ana e shtetit shqiptar të ketë një mbështetje më të madhe për mësuesit të cilët janë duke dhënë gjuhën shqipe. Si ka ecur? Në mos gaboj, qendrën ju e keni hapur në vitin 2017, në mos gaboj, çfarë ecurie? 2022 është akoma më re. Çfarë ecurie ka pasur nga momenti i parë deri në këtë vit, pra 2026, ka pasur një rritje të interesit të shqiptarëve që fëmijët e tyre të mësojnë gjuhën shqipe atje? Patjetër, ne jemi jashtëzakonisht shumë të gëzuar se si qendra është kthyer në një pikë referimit për komunitetin shqiptar në Milano. Në këtë rast po flasim për fëmijët dhe për prindrit, por aktivitetet tona
janë akoma më të gjëra. Një ndër ato do citoja pa diskutim me festivalin e letërsisë shqipe në jashtë vendit, quhet Fjala Fest. Vitin që sapo lam kemi organizuar edicionin e dytë dhe në nëntor të 2026 do realizojmë edicionin e tretë. Kjo është një iniciativë që i përgjigjet një nevoje jo vetëm të lexuesve në diasporë, por edhe shkrimtarëve shqiptar kudo që ndodhen. Kështu që ajo që ne marrim si kërkesë, si nevojë nga komuniteti është thjesht që të përmirësojmë aktivitetet që po bëjmë dhe t'i fusim në një sistem. Sot ne kemi shkollën e gjuhës shqipe për fëmijët sepse e kemi dash ne, e dim që duhet, por nuk është e mjaftueshme për komunitetin shqiptar në Milano dhe në Lombardi. Atëherë Samiti, për të kthyer pyetjes që ne pyetjes që ju sapo më bët, Samiti shërben për këtë, që të takohen institucionet, të ulemi siç jemi ulur me institucionet dhe të flasim si të përmirësojmë këtë situatë. Dhe për sa më përket mua, të paktën në nivel takimesh, më duk shumë pozitive qasja e institucioneve për sa i përket ruajtjes së identitetit dhe gjuhës shqipe. Çfarë konkretisht në atë aspekt morët ju nga Tirana? Edhe nga takimet dhe diskutimet që keni zhvilluar këtej, pasi ju keni pasur takimet të ndryshme me presidentin i gjithë, pasi ju jeni edhe antar i Këshillit koordinuesi diasporës për pjesën e Italisë dhe zhvilluat një sër takimesh në Tiranë përveç paneleve dhe diskutimeve në Pallatin e Kongreseve ose në pjesën zyrtare të samitit. Në pjesën tjetër, çfarë kërkesash ju parashuar për presidentin e Republikës, gjithashtu patët një takim me kreun e opozitës dhe gjithashtu edhe me kryekomisionerin e KQZ-s në Shqipëri, për të cilën do të flasim pak momente më parë, por do doja të përqendroheshim fillimisht konkretisht çfarë arritët të merrnit sa i përket këtij aspekti që ju e përmendët. Atëherë, nëse ka diçka që i bën bashkë pozitën opozitën nga presidenti deri tek kryetari i opozitës, është pikërisht ruajtja e identitetit shqiptar dhe mësimi i gjuhës shqipe në diasporë. Presidenti në veçanti jo vetëm që ka shfaqur interes, por me vizitën e tij që na ka bërë në fillim të muajit të shkurt, e ka nënvizuar disa herë mbështetjen e tij. Kuptohet, mbështetja e tij është një mbështetje institucionale, një mbështetje që ai e ka thënë disa herë dhe po e bën edhe nëpër shkolla të tjera të gjuhës shqipe në diasporë. Kemi folur po ashtu me ministrin e jashtëm, zotin Ferit Hoxha, i cili është jashtëzakonisht i interesuar të analizojmë akoma me tutje dhe pret nga ne si diasporë, jo vetëm nga shkolla jonë dhe nga unë, pret një propozime konkrete për të përgjigjur nevojave që ka komuniteti dhe nevojat që kanë shkollat. E qartë. Besmir, do të lidhemi gjithashtu edhe me, në këto momente, edhe me Klarita Selmani, kryetare e lidhjes së mësuesve shqiptar në Greqi. Mi mbrëma, mirë se erdhe. Është kënaqësi që jeni me mua sonte, pasi dua ta përmend juve në këto 3 ditë të samitit, gjithashtu si komunitet atje dhe për aktivitetin tuaj, morët edhe një medalje që është Shqiponja e artë. Mi mbrëma, mirë se erdhe dhe pyetja parë është si u ndjet për këtë vlerësim që morët nga Tirana. Përshëndetje nga Kreta. Mirë se ju gjeta dhe faleminderit për thirrjen tuaj, për mundësinë që jepni që ne të njihemi dhe të na dëgjojnë qoftë brenda në Shqipëri, qoftë edhe jashtë. Si e pritëm ne Shqiponjën e artë? Shqiponja e artë është një nga vlerësimet më të larta që bëhet direkt nga kryeministri. Është një vlerësim jashtëzakonisht i madh për ne si organizatë. Është një vlerësim që erdhi, do vinte detyrimisht sepse puna që bëjnë mësuesit për vite të tëra, këtu historia fillon që në 98-ën, vullnetarizmi i tyre, përpjekja e tyre për të mbrojtur gjuhën shqipe të fëmijët tanë, të cilët
disa shumica këtyre pretendohet ose mendohet ose është vërtet që e kanë të vështirë të komunikojnë në shqip, sepse të tilla janë kushtet në Greqi, është vërtet një vlerësim shumë i lartë. Dhe falenderojmë shtetin shqiptar, atë dhe unë kombin tonë, sepse kombi na vlerësoi, dhe kryeministrin e vendit për këtë. Do t'ua bëj edhe juve të njëjtën pyetje që ja bëra edhe Besmir Rjollit. Me çfarë bilanci u larguat ju nga Tirana, pasi keni qenë një prej pjesëmarrësve, siç e tham, në këtë summit? Bilanci i summitit në prizmen personal, por mendoj se në përgjithësi ishte inkurajus dhe pozitiv. Për vetë arsye se summitet janë një hapësirë e rëndësishme ku jemi direkt në kontakt me shtetin tonë. Dhe në këtë mënyrë ne mundemi të themi mendimet tona dhe ata të na thonë projektet dhe bazat që ka krijuar, të na tregojnë politikën dhe gjithçka që projektojnë për çdo pjesë, për çdo anë të ekonomisë, kulturës, mësimit, diasporës, për në diasporë flitet, për bashkërendimin e veprimeve diasporë Shqipëri, pra shumë i rëndësishëm si takim dhe si event. Çfarë u arrit, nëse duam të flasim për ata? U vendos një komunikim me njëhershëm, siç u thash më parë, dhe u theksuan gjërat më të domosdoshme. Në një mënyrë apo në një tjetër. Cilat janë këto gjëra më të domosdoshme, që të flasim më konkretisht? Faktikisht, në atje ku unë mora pjesë, ishte mësimi i gjuhës shqipe, që është një nga domosdoshmëritë, është bashkëpunimi diasporë dhe ADE dhe kom, dhe shtet, për ndihmë reciproke që mund t'japi diaspora dhe që mund t'japi vendi ynë drejt diasporës, për të krijuar një platformë më e gjerë, më e madhe, dhe të silli dhe me rezultate sa më të mira në favor të ADE-ut, edhe të diasporës. Edhe të shqiptarëve gjithashtu atje. Edhe të diskutohet të gjithëve. Flasim për të gjithë shqiptarët në gjithë globin ku jetojnë. Lidhja e mësuesve shqiptarë në Itali, do të qëndrojmë te kjo temë pasi e zauruam edhe me Besmirin, po dua ta zauroj pak edhe për pjesën e Greqisë. Ka disa vite që është funksionale, si ka qenë sfida e saj, duke e kujtuar momentin e parë, si erdhi ajo si nevojë dhe deri në këto momente, dhe si ka qenë qasja e shtetit shqiptar kundrejt kërkesave që ju keni dhe nevojave që ju keni për një mosimdhënie cilësore atje dhe në mënyrë jo vetëm vullnetare. Atëherë, dua të sqaroj diçka që është një problem që mua më vret veshin gjithmonë. Nuk duhet të themi që ka shkolla në diasporë të gjuhës shqipe. Shkolla disponon në ambientet, disponon në ndërtesat, disponon lëndët e ndryshme. Nuk kemi shkolla jashtë Shqipërisë. Kemi kurse. Në përgjithësi janë kurse aktive vullnetare, nga mësues vullnetarë, dhe në raste të rralla janë private. Pastaj vjen dhe programi që është diçka që do të përmendim më vonë. Por, për Greqinë, përpjekja e Greqisë ka filluar në vitin 98 me krijimin e këshillit të parë të mësuesve, të cilët ishte një grup mësuesish të cilët vënë bazat e para dhe kishin kërkesat e para ndaj shtetit shqiptar për mbështetje. Njihet që Greqia ka një farë ngërçi kur flitet për gjuhën shqipe, dhe ekziston akoma. Përpjekjet kanë qenë të jashtëzakonshme. Këto përpjekje nga Athina, ku krijua Këshilli i Parë Pedagogjik, kaluan në Selanik, ku hapte kursi i parë, klasa e parë e gjuhës shqipe. Më vonë filloi shpërndarja përsëri në Athinë dhe sot kemi 58 kurse, ka vetëm lidhje mësuesve në gjithë Greqinë. Nga mësues aktiv, mësues vullnetar, fëmijët i afrohen deri diku numrit 1000, pak a shumë. Nuk flasim me siguri për numrin e tyre sepse fëmijët tanë nuk janë të detyruar të vinë në mësim dhe numri ngrihet dhe zbret gjatë gjithë vitit. Pra, mesatarisht tash, mesatarisht. Mesatarisht është 800 me 1000 fëmijë. Përveç lidhjes ka dhe disa kurse jashtë saj që i kanë organizator. Është sa vjen dhe forcohet puna e lidhjes e mësuesve, më saktë, sepse ka dhe një pjesë të vogël. 95% e mësuesve janë anëtar të lidhjes. Ajo 5% që qëndron jashtë lidhjes, përsëri janë mësues.
bëhet një përpjekje jashtëzakonshme, ka shumë sakrifica, ka shumë kërkesa të cilët ne i mbulojmë vetë, nuk mundet hë shteti të mbulojë ato të cilat ne duhet kemi sinqerisht për të bërë mësimi sa më i rregullt dhe sa më i qëndrueshëm, por megjithatë, ne vazhdojmë, bijem, ngrihem dhe jemi A këtu. dorëzuat ju një listë konkrete për autoritetet shqiptare? Çfarë ju nevojitet? Ne sollëm në PAK përsëri programi. Programi në 1 mars të vitit 2025, zoti Rama deklaroi dhe hapi programin Mësues për Greqi. Duke pasur parasysh kushtet e vështira të mësuesve këtu dhe duke treguar me këtë mënyrë vlerësimin e këtyre personaliteteve, krijoi programin i cili jep një shpërblim për 2 orë mësime në javë për mësuesit që mundën të hyenin brenda programit. Kërkesa jonë është hapja sërish e programit dhe jo vetëm për Greqinë, kuptohet. Është një domosdoshmëri më të mëdha që duhet të kemi parasysh, sepse hapja e programit bëri që të shtohen jashtëzakonisht interesi i personave që kanë mbaruar shkolla dhe kanë titullin mësues drejt kurseve tona, të cilat duhet kemi parasysh që është shumë e vështirë që t'i krijosh. Dhe mbledhja e fëmijëve është shumë e vështirë, dhe gjetja e ambienteve është shumë e vështirë, disa prej nesh punojnë online, disa prej nesh punojnë në shtëpitë e tyre, në ambiente që nuk janë klasa, dhe disa prej nesh punojnë në ambiente shkollore, të cilat i nxjerrim në mënyrë ligjore, i marrim në mënyrë ligjore me ndërhyrjen e lidhjes ose të organizatës. Ndërkohë, me Besmirin do doja të riktheheshim sërish, ndërkohë që Klarita sigurisht do të vazhdojmë të jemi bashkë. Besmir, nga ana politike, çfarë u konkretizua në këtë summit? Nga ana politike në shkuptim. Nga ana politike, pasi ju, siç e thash, jeni edhe antari i Këshillit Koordinues të Diasporës, keni pasur sigurisht ndikimin tuaj sa i përket sigurimit të votës së shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit. Dhe tashmë mund të flasim për një fazë të dytë, që e kanë përmendur antarët e Këshillit të Diasporës. E përmenda dhe fakti që ju patët një takim edhe me kryekomisionerin Ilirian Celibashia. Mund të lidhet e gjitha kjo me kërkesën tuaj për të pasur përfaqësues në parlament në këtë fazë të dytë, pasi quhet i suksesshëm pjesa e parë që është ajo e hedhjes votës së shqiptarëve jashtë vendit. Patjetër, kjo ishte edhe kërkesa që kryetari i Këshillit Koordinues për Diasporën, zoti Lazim Destani, bëri si në panelin ku mori pjesë bashkë me ministrin e jashtëm, zoti Fredi Hoxha, si dhe ja parashtroi zoti Celibashi. Kur flasim për arritjet e summitit ose arritjet e strategjisë të diasporës të shtetit shqiptar, e drejta votës është një përgjigje e mirë. Për te kritikave, për te problemeve, vota u arrit. Dhe është një objektiv jashtëzakonisht i rëndësishëm për shqiptarët jashtë vendit. Tani takimi me zotin Celibashi ishte një takim edhe kortezie, sepse ne kemi punuar shumë kohë bashkë dhe vetëm takimin e fundit që kemi bërë, vota nuk ishte akoma si KKD, kam fjalën si Këshilli Koordinues, vota nuk ishte akoma diçka konkrete, diçka reale. Kështu që përtej kësaj ju parashtrua zoti Celibashi edhe propozimi i KKD-s në anë të kryetarit tonë për sa i përket përfaqësimit të diasporës në Parlamentin shqiptar. Unë mendoj që kohët janë të mira për të bërë një hap të tillë. Nuk di të them cili është interesi i pjesëve politike, sepse ju kujtoj që ne si Këshilli Koordinues jemi një organizëm jo politik, një organizëm vullnetar, por që shprehni interesin e shqiptarëve të shteteve që ju përfaqësoni. Absolutisht. Dhe unë jam i bindur që Këshilli, unë dhe bashkë me kolegët e mi, do bëjmë atë çfarë kemi në dorë, ashtu siç e bëm për votën e diasporës,
ta bëjmë edhe për përfaqësimin tonë në parlament, sepse jo vetëm diaspora e Shqipërisë e meriton, por unë mendoj që do jetë një hap shumë pozitiv edhe për vetë Shqipërinë nëse diçka e tillë ndodh. Klarita, do të rikthehemi edhe një herë tek ty. Si jetojnë shqiptarët sot në Greqi? Edhe sa u vendos edhe ajo rëndësia e një përmirësimit të jetës tyre dhe nevojave që ato kanë atje në këto 3 ditë samit ose në samitin e radhës, pasi ishte samiti 4. Nuk mund të themi se samiti rregulloi jetën e shqiptarëve në Greqi. Në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet këto 3 ditë nuk mund të konsiderohen sepse kthyen në mënyrë të vazhdueshme, po e themi samitin si një kompetitiv i fundit. Në mënyrë të vazhdueshme shqiptarët janë treguar në Greqi, janë treguar një nga pjesët më të rëndësishme të ekonomisë greke. Pra shqiptarët janë baza e ekonomisë greke dhe kanë mbështetur jashtëzakonisht shtetin grek. Pavarësisht mënyrës se si ne shpeshherë kemi përplasje të cilat normalisht nuk duhet të ekzistojnë. Shqiptarët janë vërtet ajo pjesë e shoqërisë greke pa të cilët mendoj se do ishte e vështirë që të kishin arritur në këtë pikë ku janë. Megjithatë, gjendja në Greqi nuk është e lehtë, edhe për vetë popullin grek. Së bashku ecin përpara, shumë shqiptarë janë larguar drejt Evropës, ka rënë pothuajse në mes, numri nuk e mbaj më të mirë, numri i shqiptarëve që jetojnë në Greqi. Dhe kjo tregon se kriza ekonomike ka krijuar probleme të jashtëzakonshme, të cilat detyrimisht prekin pjesën më delikate, të cilët janë emigrantët. Fillimisht. Besmir, do të përmendim pak edhe aspektin e biznesit ose ekonomik, ose të lidhjes së shqiptarëve dhe ato çfarë ato mund të sjellin në Shqipëri. Është përmendur më përpara që ky samit dhe vjen në kuadër të një momenti të rëndësishëm të Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian. Çfarë mund të sjellë diaspora në këtë aspekt? Sot besoj që diaspora mund të sjellë jashtëzakonisht shumë. Kemi biznesmen shumë, por shumë të suksesshëm. Unë flas për rastin e Italisë, por kam edhe shembuj të tjerë. Vetë ne në Këshillin Koordinues të Diasporës kemi biznesmen jashtëzakonisht të rëndësishëm, si kur është Zoti Destani, por sigurisht edhe Ardian Lekaj, Mark Gjoni gjithashtu. Në përgjithësi mendoj që hapi që ne duhet bëjmë ose që institucionet shqiptare duhet bëjnë është të punojnë akoma më mirë, akoma më fort mbi besueshmërinë. Si ta kthejmë, si ta përforcojmë Shqipërinë në mënyrë që të jetë më e besueshme tek bashkëdhetarët tonë jashtë Shqipërisë. Çfarë hezitimi kanë? Çfarë është ajo elementi që... Hezitimi për mendimin, unë nuk jam një biznesmen, por besoj që hezitimi vjen edhe nga fakti që një person që jeton jashtë, edhe pse është biznesmen, jo detyrimisht ka kontaktet e duhura dhe ka njohjen e duhur për vendin ku po i ka lindë, në këtë rast Shqipërinë. Ja pra pse them edhe pse mendoj që jam plotësisht dakord që samiti nuk ka zgjidhur problemet e diasporës as të Shqipërisë, por cili kontekst më i mirë se samiti për biznesmenët, për artistët, për mëtej, është të vinë në vendin am dhe të takojnë nga njëra anë institucionet e Shqipërisë, institucionet shqiptare, nga njëra anë bashkëdhetarë të tjerë në mbar botën. Kjo është ajo që unë besoj që pse samiti është i duhur. Ndërkohë që kryeministri Rama përmendi paketën e maleve si një ofertë për shqiptarët. Si vlerësoni këtë pikë? Për investimet e tyre në Bujtina, kush ka një shtëpi të vjetër, e cila është në një zonë të Shqipërisë, në një fshat apo në një zonë caktuar. Unë do e komentoj shumë shkurt çështjen e paketës së maleve. Projekti i paketës së maleve është një projekt jashtëzakonisht ambicioz, është një propozim jashtëzakonisht i mrekullueshëm. Ne duhet presim realizimin e tij. Në qoftë se qeveria shqiptare
do e realizoj, dhe me thanë, ato prendime që janë bërë mbi paketin e maleve realisht do realizohen, unë nuk e di se si mund të kritikohet një gjë e tillë, sepse i përgjigjet pikërisht këtyre nevojave. Pra bëhet fjalë për një investim. Ndërkohë, sërish do të doja të flisnim me Klaritën. Klarita, bashkë nuk mund të flasim ndoshta për çështje biznesi, oferta, paketa malesh, megjithatë çfarë gjë e më të rëndësishme. Unë do thosha se ne si lidhje që jemi të depolitizuar. Merremi kryekput me kulturën dhe gjuhën shqipe. Pra mund t'ju jap një ashtu të përgjithshme, por ne nuk futemi në çështje politike. Është vetë pozicioni im që kemi që jemi të përqendruar në atë që vërtet i shërben kombit. Patjetër, nga të gjitha ato panelet të cilat u zhvilluan në Tiranë, ku do ta vendosnit ju atë pikën më të rëndësishme? Që është për ju për më e rëndësishme, pasi e thash, juve e keni shtrirë aktivitetin sa i përket kulturës shqiptare, gjuhës shqipe, të fëmijët, kjo është pjesa më e rëndësishme për ju? Mendoj se nga të gjitha pikpamjet, të gjitha panelet ishin të rëndësishme. Jo për mua, por për çdo shqiptar dhe çdo komunitet shqiptar që jeton jashtë vendit. Ka një pikë të caktuar referimi, apo çdo person që erdhi që u ftuan dhe erdhi në summit dhe që erdhi dhe vetë me dëshirë. Të gjitha panelet ishin të rëndësishme. Ishin jashtëzakonisht të rëndësishme. Por ne ishte rëndësishëm paneli i gjuhës shqipe. Dhe i politikave të shtetit ndaj për mbështetjen që ne duam që të na jepet nga shteti, që ne të mundemi të qëndrojmë sa më fuqishëm në këmbë. Ky është një panel shumë i rëndësishëm, në të cilin u përmend dhe nga profesor Dajo që erdhi, që përmendi që gjuha shqipe në Greqi jepet provim shtetëror dhe njihet si gjuhë huaj, është shumë e rëndësishme. Ishte paneli ku ishte qendra e botimit për diasporën, me të cilën është edhe baza e librave që na vinë. Një nga panelet shumë të rëndësishme ishte edhe bashkëbisedimi me Ministrinë e Jashtme, për politikat që duhet e ke shtetit dhe aty është i prezent, sigurisht, sepse është një nga pikat kryesore për ne që duam të dim apo duam të japim mendimin tonë dhe përvojën tonë që shteti ynë të njohë se ku duhet të mbështetet apo nga duhet filloj apo si do të vazhdoj një rrugë e cila po fillon dhe pastaj në vazhdim rritet e zgjerohet. Por kjo arrihet vetëm me debat, me diskutim dhe me një planifikim shumë të kujdesshëm në bazë punësive reale që ka shteti. Ndërkohë, Besmir, prapë mund ta cekim çështjen e integrimit momentit të Shqipërisë, a është një moment për pak më shumë rikthime se sa largime, sipas vlerësimit tuaj? Unë shpresoj nga zemra. Jam i sigurt që edhe diaspora ka një rol të rëndësishëm në këtë pikë. Ne kemi trajtuar në takimin tonë që ishim si këshill koordinues me ministrin e jashtëm, zotin Firit Hoxha, dhe një ndër pikat kryesore ishte pikërisht organizimi mes këshillit koordinues dhe ministrisë së jashtme për të kuptuar se çfarë mund të bëjmë në mënyrë më konkrete për këtë çështje, dhe me thënë për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Normalisht këshilli është i limituar, por nëse konsideroni që çdo shqiptar, jo vetëm që bën pjesë në këshillin koordinues, por çdo biznesmen, çdo artist, çdo person që e promovon Shqipërinë jashtë vendit ashtu siç e bëjmë ne, kjo është ndoshta mënyra më e fuqishme që kemi për të rritë vizibilitetin, besueshmërinë e vendit tonë aty ku jetojmë. A ekziston në atë nivel lidhja e shqiptarëve në Itali, po flasim, që atë e njeh më mirë? Ekziston mjaftueshëm e fortë për një kontribut më të madh e lidhur me njëra tjetrën, pra shqiptarët atje? Komuniteti shqiptar në Itali nuk është shembulli i një komuniteti të organizuar, siç për shembull është në komuniteti shqiptar në Amerikë. Kjo dihet. Por nga ana tjetër, komuniteti shqiptar në Itali është kaq mirë i integruar
Saqë unë besoj që ky integrimi masiv i shqiptarëve në fusha të ndryshme çon edhe një vështirësi të mbledhjes së komunitetit në vetvete. Unë mendoj që Italia është shembulli më i mirë se si shqiptarët kanë arrit në një kohë relativisht të shkurtër të arrin majet e suksesit në fushat të ndryshme. Por kanë qenë, në përshtypjen time, kanë qenë edhe më të mirë pritur nga ana e shtetit italian, nga ana në përgjithësi e popullit italian, dhe marrëdhëniet midis dy shteteve gjithmonë kanë qenë pozitive. Dhe gjithmonë me fjalë të mëdha ose me vepra të mëdha. Po, realiteti i përditshëm, sidomos në të kaluarën, nuk ka qenë ky. Raportet mes dy shteteve kanë qenë të mira, me siguri nuk kemi pasur vështirësitë, dhe ndoshta nuk kemi vështirësitë e komunitetit shqiptar në Greqi dhe absolutisht. Por situata nuk ka qenë kjo që është sot. Dhe qoftë se është dikush që ka kontribuar për të përmirësuar në këtë nivel këto raporte, në fillim janë shqiptarët që jetojnë në Itali. Secili nga ne në atë territorin e vet, sektorin e vet ka kontribuar në mënyrë signifikative që ne të jemi sot këtu ku jemi, edhe me relatat me shtetet. Ndërkohë, Klarita, e njëjta pyetje edhe për ty. Si është organizimi atje, sa e vështirë është që ju të lidheni me njëri tjetrin? Ti në mos gaboj që ndron në Kret. Aktivitetin nga aty ushtron. Aktiviteti im është lidhja mësuesve shqiptar në Greqi në gjithë territorin grek. Me çdo bashki, të çdo qyteti, ishulli të qytetit, pak delikate dhe shumë rëndësishme. Dhe vetë këtu dhe përpara është nuk ka e vazhdimit pak i vështirë në sensin ligjor, pranimit si një popull, si të drejta njerëzore dhe gjithçka që e të drejta në Evropë. Po kanë qenë gjithmonë të vërtetë. Ka qenë vërtet ne përfaqësuar shumë të fuqive. Vërtet ne bashkëpunojmë jashtë ndërmjet organizatave me cilësh komuniteti. Vërtet kemi. Zonja Klarita, duket se kemi pak probleme edhe me lidhjen e internetit. Unë të falenderoj shumë për këtë lidhje me ne sonte dhe gjithashtu të përgëzoj për të gjithë punën që ti po bën me komunitetin shqiptar dhe me gjuhën shqipe në Greqi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë e vazhdim të mbaj. Po. Besmir, një mesazh të fundit pasi ndodhemi në sekondat e fundit të pjesës parë të newsroomit. Mesazhi është më shumë një thirrje për institucionet e shtetit shqiptar dhe për çdo ministër që sot ka detyrën që të përgjigjet nevojave të komunitetit jo vetëm në Shqipëri, por edhe në diasporë. Ju lutem, dëgjojeni dhe merrni shumë seriozisht inputet që keni marrë, kërkesat, propozimet, projektet që keni marrë gjatë summitit. Shpresojmë që të dëgjohet. Ky mesazh juaj dhe kjo thirrje juaj për institucionet shqiptare, pasi sigurisht një kontribut sa më i madh është edhe më i mirë për vendin tonë dhe për mirëqenien e gjithë shqiptarëve të cilët jetojnë në territorin shqiptar. Faleminderit shumë që ishe pjesë e newsroomit sonte mbi summitin dhe mbi të gjithë shqiptarët në aktivitetin e tyre. Ndërkohë që në pjesën e dytë do të kemi një intervistë me Gentian Toshkëzin. Ai është neurokirurg në SBA, i cili gjithashtu u dekorua me kalorës i urdhrit suprem të Shqiponjës. Këtë intervistë do ta ndiqni menjëherë pas publicitetit, ndërkohë që ne bashkë do të shihemi të dielën e ardhshme në orën 19 në Newsroom. Natën e mirë.
Në këtë pjesë të dytë të Newsroom, unë jam me Gentian Toshkëzi, i cili ka marrë medaljen kalorës suprem i Shqiponjës. Pyetja parë për ju është si u ndjet? Absolutisht, me shumë emocion e pranova medaljen, shumë mirënjohës për gjithë respektin dhe nderimet që ka marrë këto ditë në Tiranë. Ju jeni neurokirurg në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ku është fokusuar e gjithë veprimtaria jote? Unë jam neurokirurg, profesor i asociuar në Universitetin e Penn State-it në Pennsylvania. Veprimtaria ime është sigurisht të shërbej pacientët me operacione në kokë, në shtyllën kurrizore, në nervat periferik. Janë operacione komplekse, të cilat kërkojnë një trajnim të cilën unë tashmë e kam mbaruar si trajnim dhe jam në fazën ku kërkoj që të perfeksionoj veten time me teknikat më të reja neurokirurgjikale, të cilat janë avangard, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në botë. Kur bëhet fjalë për shqiptarë të cilët kanë bërë një karrierë të suksesshme dhe kanë ecur në çdo vend të botës, gjithmonë ngrihet pyetja, cila është ajo historia juaj, kur ju vendosët largoheshit nga Shqipëria dhe si ka qenë rruga atje, në Shtetet e Bashkuara në rastin konkret? Unë jam larguar nga Shqipëria në 24 vjet përpara. Fillimisht në Francë, ku bëra një trajnim rreth 2 vjeçar dhe më pas vendosa të shkoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një vizë turisti. Ishin ëndrat rinore për të realizuar dhe kapur botën perëndimore, ajo që ne na kishte munguar në rininë e hershme për fëmijërinë, ato ëndrat e hershme për të njohur botën dhe për të gjetur vetveten edhe në botën e madhe. Në Amerikë kuptova që për profesionin tim teknikat neurokirurgjikale dhe avancimet ishin pararoj, krahasuar edhe me Francën, ku unë tashmë kisha marrë një trajnim, dhe ishte intriguese për mua që ta provoja, duke qenë i ri dhe me ato ëndra djaloshare, vendosa të shkoj atje. Si e gjetët? Si ishte kjo rruga juaj? Fillimisht e mundimshme, kur shkon me ëndra dhe pritshmëri të mëdha, por gjendesh në një realitet i cili është i vështirë, duhet të gjesh vetveten, duhet të rikrijosh vetveten dhe pastaj të arrish atë suksesin që ti ke dashur. Pra, juve u shkolluat në Francë dhe më pas vajtët në Shtetet e Bashkuara? Universitetin e Tiranës e kam mbaruar në Tiranë, Universitetin e Tiranës, në vitin 2000, po tek mjekësia, me medalje të artë, atëherë ka qenë presidenti Mejdani. Më pas jam larguar në Francë për të bërë një specializim, i cili kontriboi tek unë, duke më dhënë një motivim dhe shtys për të kërkuar më tepër ndaj vetes, nga ana profesionale, dhe për të qenë konkurrues edhe me specializantë të tjerë në atë kohë, nga Gjermania, Italia, pse jo dhe unë nga Shqipëria, të tentoja në vendin ku nga ana profesionale ishte pararoj për neurokirurgjinë dhe teknikat e asaj kohe dhe tashmë vazhdojnë të jenë. Pra ju jeni i medaljeve, me pak fjalë me kaq shumë medalje sa keni marrë. Por çfarë ju bëri të largoheshit këtu dhe çfarë doni të gjenit në atë vend në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Që nuk e gjeni vend. Bëhet fjalë për 24 vjet përpara. Shqipëria nuk ishte Shqipëria që është sot, kishte sfidat dhe problematikat e veta dhe në sistemi shëndetësor. Unë isha kërkues ndaj vetes dhe kisha dhe dëshirën të tentoja për të arritur edhe më tej. Dhe sigurisht qëndrimi në Francë më dha dhe një ide që kishte edhe më mirë se aq nga ana profesionale. Dhe kjo ka qenë arsyeja për t'i dhënë vetes një mundësi, pse jo të provoja dhe për të arritur atë që ndoshta unë e mendoja të pamundur kur isha në shkollë. Sot si e përkufizoni veten? Përkufizoj si palën më janë modestin, njeri që i kam realizuar të gjitha objektivat që unë kam pasur, por që nuk mbaron me kaq, dua gjithmonë që të sfidoj veten time. Ju keni krijuar, besoj, një familje atje. Sigurisht, kam bashkëshorten, e cila është me origjinë nga Korça, kam dhe 2 djem, 16 dhe 11 vjeç. Çfarë i ke trashëguar aty? Çfarë u thua aty kur bëhet fjalë për Shqipërinë?
E din ato gjuhën shqipe po kaq mirë sa e dini edhe ju që keni 24 vjet të larguar? Unë do dëshiroja që ata ta flisin gjuhën shqipe po aq mirë sa që flas unë dhe ndoshta edhe më mirë, por ndikimi i shkollës dhe jetës amerikane ka një absorbim të gjithë atyre që jetojnë atje. Megjithatë ata dinë shqip, e adhurojnë Shqipërinë, vim në Shqipëri pothuajse çdo vit me pushime dhe janë krenarë që janë shqiptarë, shkojnë në shkollë me shqiponjën dhe me bluzat kuqe dhe kuqezi dhe thonë që janë shqiptarë. Këto ditë, si kanë qenë këto 3 ditë këtu në Shqipëri? Pasi e thash, ju keni morët edhe një medalje, ndërkohë që keni qenë edhe pjesë e këtij samiti. Çfarë ftesë ose çfarë shtyse patët për të ardhur? Fillimisht mora ftesën për të marrë pjesë në samit, gjë që për mua më duk si një përgjegjësi morale, por edhe ndaj vendit tim. Mora një medalje e cila ishte surprizë e bukur për mua, një nderim dhe një mirënjohje nga ana ime për këtë nder dhe respekt që unë kam marrë. Nga ana tjetër, ndihem shumë i lumtur që kontributi im në një vend tjetër të ketë një ehon edhe në vendin tim. Dhe kjo më vë para një përgjegjësie që çdo gjë që ne bëjmë atje në fund të fundit ne përfaqësojmë edhe një pjesë të Shqipërisë dhe ai kontribut nuk është thjesht për vendin ku ne jetojmë, por është një kontribut edhe për vendin që ne do të thosha nuk e kemi lënë pas, po e kemi në zemër. A e keni menduar rikthimin? E mendoj shpesh, Shqipëri e kam menduar që kur kam ikur në momentet më të vështira, mendja për të kthyer ka qenë dhe një shtys për t'i përballuar vështirësitë e para, sepse mendoja që gjithmonë kam një shtëpi dhe një vend që më pret. Tashmë unë kam krijuar një jetë time në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk është se jam i ndarë nga Shqipëria, unë nuk e shikoj veten edhe fjala diasporë, më duket një çike sikur jam i veçuar, sepse unë jam shqiptar. Unë jam një shqiptar që jetoj në Amerikë dhe distancat tashmë janë zvogluar me teknologjitë, me internetin dhe më duke se jam i pranishëm dhe do përpiqem të jem dhe më shumë i pranishëm këtu, jo vetëm në fjalë por dhe në vepra. Në mjekësi për shembull. Sigurisht. Jam gjithmonë i gatshëm që të jem pjesë edhe suport për mjekët shqiptarë, mjekësinë shqiptare, për kolegët e mi, për pacientë sidomos. E njihni pak a shumë sistemin shqiptar të shëndetësisë? Sigurisht që e njoh, unë jam produkt i këtij sistemi, i shkollës shqiptare. Sigurisht që sistemi ka pësuar ndryshime që nga momenti që unë jam larguar gjatë gjithë këtyre viteve ka pasur një transformim të sistemit shëndetësor. Jam i njohur me dinamikat edhe me sfidat që ka sistemi shëndetësor. Sigurisht jam bërë shumë gjëra, por sigurisht ka nevojë edhe për më tepër. Ka diçka në Shqipëri, studentët të cilët mbarojnë mjekësinë gjithmonë tentojnë që të shkojnë jashtë vendit. Juve çfarë mesazhi, çfarë këshille do t'i jepni, çfarë sugjerimi do t'i jepni, të qëndrojnë këtu apo të provojnë edhe në vend tjetër? Të ikësh nga vendi jot është një vendim i vështirë. Unë jam një nga ata që ka ikur dhe nuk mund të them ose të jap këshilla për student deri që duhet të rrinë në vendin e tyre, sepse unë në fund të fundit isha një nga ata që u largova nga vendi im, por gjithsekush zgjedh karrierën dhe profesionin dhe vendin ku do të zhvilloj këtë karrierë, mjaft që të t'jepet mundësia dhe ti të kesh motivimin që atë profesion ti ta zhvillosh për veten tënde, për njerëzit e tu, por edhe për vendin që të ka nxjerrë si produkt. Edhe një fjalë të fundit do shtoja vetëm këtë që do shtoja të ikësh nga vendi jot nuk është krim, nuk ka asgjë të keqe, por për ti do të vazhdosh të ndjekësh ëndrrën tënde dhe nëse ti arrin të kesh një sukses në atë profesion, ti ke shërbyer vetes vendit ku jeton, por dhe vendit që ke lënë pas. Tani, nga këto ardhjet e një pas njëshme, nga vit pas viti, çfarë mund të themi një gjë të fundit për Shqipërinë, çfarë shtyse ke ti për të ardhur këtu? Po, ardhjet e mia të shpeshta në Shqipëri duket se më kanë krijuar dhe një dëshirë për të qenë dhe më i pranishëm dhe më i afërt me njerëzit, duke qenë sa më shpesh vi këtu, jam më i afruar me vendin, e njoh problemet dhe sfidat më mirë dhe në këtë formë mund të jem në një ndihmë më e mirë. Ju faleminderit shumë. Ju falenderit juve.